Serbia dhe Greqia janë investime në falsitet. Që do me thënë? Janë shqiptar, tokë shqiptar. Ku dini gjë juve? Po ku ka Dacic, më Daci është ai, katolik shqiptar, ditë apo? Pa të armët poshtrit atje. Dalet ju them unë një gjë. Ku dini gjë ju, ku dini historinë? Vi nga Instituti i Historisë, ditë apo? Jam marrë me diasporën shqiptare. Ku ka shqiptar në Athinë? Këta vinë kërkojnë, ku ka, më falni? Ku ka grek në Athinë, ta vinë kërkojnë grek tu. Shqiptarë gjithër, dëgjoni këtu me vëndje. Në qoftë se historia e Shqipërisë do rivlerësohet dhe shqiptarët do ndihmohen për të vërtetën e tyre, 3 shtete në Ballkan nuk ekzistojnë. As Serbia, as Malizi, as Maqedonia. Ekzistojnë, po ekzistojnë precipat e vogël. Tani dëgjoj me vëmendje. Pse ka ardhur ai atje? Ata të heqin dorë, Serbia të heqin dorë nga kjo që i ndodhi? Po ju mendoni se ajo lufta e Clintonit ishte një gjë thjesht? Po ata që kanë vajt atje, kanë shkel marrëveshjen e 99-s, ka marrëveshjen e 99-s, ditë apo? Midis NATO-s edhe Miloševićit. Pavarësisht se firmosi Milošević, se që firmosi një vit tjetër atje. Më kuptuat mua? Ku ndahen këto më? Si mund të lihen këto mbrapa? Kush i pyet jo ata rinë atje, asnjë tension s'ka ngritur në perëndim, fare. Kush i pyet ata? Fare. Kush pyet? Serbët. Serbët, ushtrinë e tyre, fare. Pse doli ambasadori rus tu aty? Çfarë rusore? E di historinë e vitit 1999. Dëgjoje. Nuk kam para, i tha Jelcini Clintonit. Nuk kam para, paguaj rokat. Kur të fillon të bombardimet për Kosovën, i dha miliarda. E bleu.